që pjesa më e madhe në fakt e diskutimit tuaj kishte bënte më shumë me drejtorin e policisë se sa me ministrin e brendshme, sepse lidhen edhe me hetime konkrete, me vepra konkrete, po ndoshta për replik ministrja mund të na thotë, sepse ju përmendet që gënjeu ministra, unë nuk e kam regjistruar që ministra të ketë thënë që Dumani ka gënjyer, megjithatë ministra mund të bëjë një replik lidhe me këtë gjë. Ja, ta sqarojmë, ja, një minutë. Nëse mundet që do ta shoh. Tani do të lutem, mos se keni zakon që devijoni ato që unë jam këtu dhe fola unë live. Më fal, nuk është se çova në SMS dhe po ma interpretoni. Unë ju thash, kreu i skap ka akuzuar policinë e shtetit për dekonspirim dhe për lidhje kriminale të operacioneve. Zonja e mohoi. Tani thash, ju keni detyrë t'i thoni shqiptarëve, a gënjeni ju? A gënjen kreu i skap? Ka që është ja, prandaj po them ka për replik ministri. Po. Ajo që unë theksova në raport është pikërisht fakti që nuk ka në policinë e shtetit asnjë rast të dekonspiruar. Po, faleminderit, zoti Rexha, po, më fal. Zoti Rexha, një minutë. Po. Dëgjova me mendje pyetjet e kolegëve dhe përgjigjet shtërruese që dha zoja ministre dhe do ta falenderoj. Kam përshtypjen që retorika politike që kolegët bëjnë këtu në komision nuk mund ta bëjë pis policinë e shtetit, pasi drejtuesit dhe oficerët e policisë së shtetit janë të shkëlqyer dhe faktet tregojnë që kemi qindra të rënë në kryetyrës në shërbim qytetarëve, kemi oficerë shkëlqyer të cilët kanë rrezikuar jetën dhe rrezikojnë çdo ditë në luftë e krimit. Unë me kaq që duhet ta mbyll, ministrja ju përgjigj pyetje në mënyrë detajuar. Kisha vetëm një pyetje e cila nuk u bë në këtë komision në lidhje me luftën ndaj krimit organizuar dhe trafiqeve. Përveç policisë shtetit, di që edhe shërbimeve inteligjente, konkretisht shërbimit informativ, kush ka qenë bashkëpunimi dhe sa eficient ka qenë bashkëpunimi i policisë shtetit dhe i Ministrisë Brendshme me shërbimin informativ dhe a kemi patur rezultate pozitive nga ky bashkëpunim? Faleminderit. Po, faleminderit. Faleminderit zoti Rexha. Ministri do përgjigjen tani apo okej, t'jali atëherë vazhdojmë me diskutimet zoti Balliu, edhe më pastaj më fal po.